të basta online. Ndiqeni këtë insert dhe rikthehemi sërish në transmetim të drejt për drejt. Qeveria shqiptare ka ndërmarrë disa ditë më parë nismën më të re për bllokimin e basteve online nëpërmjet të cilave paratë e shqiptarëve transferohen jashtë vendit. Luneta Sufali, drejtoresha e njësisë për mbikëqyrjen e lojrave të fatit, në një intervistë për median e shkruar bëri me dije se deri në këto momente në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare janë bllokuar rreth 5000 faqe të basteve online. Sipas Sufalit, po investigohet në fusha të ndryshme të lojrave të fatit, mes të cilave dhe bastet sportive. Posa i mundur është aplikimi nismës së re të qeverisë për bllokimin e basteve online. Agli Pançi, specialisti i kibernetikës dhe përfaqësuesi i forumit 01 që merret me sigurinë kibernetike, bën me dije se një gjë e tillë është e pamundur pa bashkëpunimin me bankat e nivelit të dytë, pasi nëpërmjet faqeve të vendeve të tjera bastet online mund të funksionojnë normalisht. Atëherë teknikisht bllokimi i basteve online 100% është i pamundur. Kjo nga vetë infrastruktura dhe nga vetë mënyra se si funksionon komunikimi nëpërmjet internetit është shumë e thjeshtë për një përdorues që ta anashkaloj bllokimin që bëhet nga provideri shqiptar për të aksesuar drejt website-in apo kompaninë që ofron shërbimet e bastit online. Shërbimet e tilla janë të njohura për shumicën e përdoruesve dhe për përdorime të tjera, jo vetëm në këtë rast, dhe janë qoftë me pagesë, qoftë pa pagesë, mund t'i aksesojnë gjithë. Mënyra se si funksionon është përdoruesi ose lojtari i cili do të aksesojë drejt për drejt këtë faqe, duke qenë se nga provideri shqiptar është i bllokuar, lidhet me anë të një shërbimi në një vend tjetër, në Itali për shembull, dhe nga Italia akseson drejt për drejt faqen që mund të jetë në një vend tjetër të botës, duke anashkaluar për bllokimin që është bërë nga ISP-ja shqiptare. Për aq kohë sa që transaksioni është i lirë dhe nuk verifikohet, duke bërë këtë bypass, lojtari do vazhdojë të luajë. Në dijenjen tuaj deri në këtë moment janë bllokuar bastet online? Deri tani faqet kryesore dhe ato mund të klikuara të basteve online janë të aksesueshme. Janë të aksesueshme. Janë të aksesueshme. Edhe nga providerët të gjithë nga providerat shqiptar. Njësia e mbikëqyrjes së lojrave të fatit ka nisur bashkëpunimin me shumë vende europiane, përkatësisht me strukturat homologe të këtyre vendeve, sepse ata kanë një blacklist për të gjitha faqet që nuk i lejojnë. Veç kësaj blackliste, sipas njësisë së mbikëqyrjes së lojrave të fatit, po punohet dhe për evidentimin e blacklistës sonë. Është e pamundur, thot specialisti në insert Artan, të mbyllen bastet online, të bllokohen ato. Kërkesa, ajo që ka bërë deri tani qeveria, nuk është të mbylli bastet online, madje ato kanë qenë më të favorizuara se sa lojrat e fatit.